Zoti Kani, ju thatë që ne do vlerësojmë dhe figurat saktuara dhe nga personat cilët kanë reklamuar, por dhe nga personat cilët kanë ndihmuar televizionin në vite. Do të ketë një ceremoni dhe një fletash nderi, si dhe është organizuar apo menduar? Në planin klasik shikohet kjo, si gjithmonë, vendin dhe kohën kur do të ndodhi kjo e cakton Zoti Fran me grupin e vet, me regjisorët e tij, por është një detyrim, është dhe një diçka që unë kërkoj dhe ndjes, nëse televizion e kemi patur dhe kemi atërsin që të bëjmë gjëra të tilla, po duke na marrë puna, vetëm nga puna ka ngelur. Nuk ka ngelur se ne s'kemi vlerësim për njerëzit tanë. Ne na njerë nuk vlerësojmë as vetën, rrim pa ngrenë këtu, e punojmë nga 2 turne vetë. Nuk është se nuk dim, po të rëmbem puna, nuk të le puna, sepse ashtu është lloji punës ti e njeh, para se ti je vetë me mua këtu. Por mendoj që do të bëjmë më të mirën. E ndoshta mundet të harrojmë në një, kërkoj ndjes, që është tani pa e bërë gabimin, do kërkoj ndjes. Qoftë në harresën e personit, qoftë në peshimin e edhe kohës, edhe kohës. Po megjithatë, mendoj që do të bëjmë një vlerësim të cilët e meritojnë, janë për mua, kanë qenë dhe janë persona të cilët neve na kanë shtuar frymarrjen. Ka persona të veçantë që televizioni ka kaluar edhe periudha të vështira. Edhe neve na kanë ndihmuar, na kanë ringjallur, na kanë dhënë jetë, domethënë na kanë vazhduar. Sidomos gjatë pandemisë, kur u mbyllën bizneset, s'kishte nevojë për reklama. Absolute, edhe është një, do të thosha, një element që do të bërë nga çdo shoqat, organizat, qendrat fetare, nuk do të jenë duar lidhura, le të japin njerëzve falënderime sepse ato të motivojnë për të punuar më shumë. Të ndihmojnë. Tash kjo pyetje lidhet me të dy, lidhet me të gjithë, me të tre do të thosha unë. Domethënë si do veprohet për realizimin e këtij aktiviteti nga pikpamja ekonomike? Nga pikpamja ekonomike, dihet se televizioni shqiptar të Amerikës nuk ka resurse akumulimi që të bëjë aktivitetet, të cilat ti sponsorizoj. Dhe kur themi sponsorizime, e kam fjalën që të bësh një aktivitet me një ekonomi si që është këmbremje, nuk bëhet fjalë. Mendoj se Zoti Fran ka një eksperiencë jashtëzakonisht të madhe, ka një lidhje të ngushtë me vlerat e komunitetit, dhe sigurisht që vlerat komunitare do ta bëjnë këtë, do ta bëjnë ata persona, edhe persona që nuk janë, edhe një dishwasher mund të punojë dhe mund të ndihmojë për rastin konkret, por që të quhet vlerë, që është vlerë, që njerëzit të kuptojnë dhe mbështesin. Por në fundit, edhe personi që vjen aty prezent dhe ka paguar biletën, absolutisht është një person që suporton televizionin dhe ne kemi shkruar dhe në atë faleminderit për suportin në etiket, dhe unë i falenderoj ata paraprakisht. Edhe meqenëse rasti i etiketave këtu u shkputa nga ana ekonomike pasi zoti Gjokaj me stafin e tjerë, sigurisht edhe unë me miqtë me mundësitë që kemi patur dhe kemi, do të mundohemi që të mbulojmë shpenzimet, pse jo të krijojmë edhe një akumulim për televizorin, me qëllim që ne kemi disa emisione që kemi këtu, për të bërë emisionin për fëmijët, kemi emisionin tjetër që është për njohjen e të rinjve me njëri tjetër, kemi emisione të tjera cilat janë për gatimet, shumë gjëra tradicionale shqiptare, dhe tjenë ato si suport, megjithëse televizori ka nevojë për shumë gjëra. Si që thash më parë, unë kam mbi 3 dekada që jetoj këtu dhe jetoj në mes të vëllezërve dhe motrave dhe kemi kaluar shumë sfida për sa i përket qoftë luftës Kosovës, qoftë 10 aksione të ndryshme ku kemi ku na ka thirrë atë dheu, nevoja. I kam njohë dhe prekur nga afër kontributet e zemrave bujare në çdo rast për atë dheun, por edhe për televizorin në shqiptarëve të Amerikës, sepse duket flet vetë fakti, flet kjo studio e bukur,
që është bërë mendimin, dashurinë dhe mbështetjen e shqiptarëve me zemra të mëdha, por gjithmonë në leadershipin shumë të suksesshëm të Ganivilës me familjen dhe me stafin e tij. Unë ju bëj thirrje edhe në këtë 25 vjetor, siç e thash, është ditëlinje. Dhe në ditëlinje gjithmonë kemi shku me dhurata. Dhurata më e mirë është pjesëmarrja juaj, dashuria juaj, zemra juaj, që ja kontriboni, ja jepni këtij televizori, kësaj media. Pra, unë kam bërë telefona shumë dhe i falenderoj nga zemra dhe shpirti për secilin që është përgjigjur me dashuri për të kontribuar për televizorin, por kemi dhe biletat, që duke qenë që është një darkë gala, si që the edhe ti, me një ushqim, me pije të niveleve më të larta, me muzikë të përkryer, kemi vënë çmimin $200 për bilet, pra mund të merret tavolina me $2.000. Këto janë rreshat e parë afër skenës. Në rreshat e pasëm, çmimet janë $150 për person, por pjesëmarrja juaj tregon dashurinë tuaj dhe vlerën dhe i themi faleminderit dhe gëzofsh ditëlinjen dhe gëzofsh 100 vite jetë të gjatë televizorit shqiptarëve të Amerikës, sepse, po u tham me sinqeritet, unë jetoj këtu ku jetojmë gjithë bashku, por kur flas në telefon me bashkëdhetar të mit nga Australia, nga Europa, nga Shqipëria, dhe u tregoj me krenarinë më të madhe që ne në Michigan kemi qenërat fetare, kemi 2 kisha katolike, kishën ortodokse, kemi xhamin, kemi të qenë bektashiane, por kemi edhe televizorin e shqiptarëve të Amerikës, kemi shkollat dhe klasat në gjuhën shqipe. Pra, ndjem krenar shumë. Edhe sot në këtë studi ndjem shumë krenar të ju bëj thirrje të gëzojmë së bashku në 25 vjetorin e televizorit shqiptarëve të Amerikës, por dhe të kontribojmë për këtë media. Është një pjesë e frymës tonë në mërgim. Zoti Gani, fjala e fundit për ju. Jo, Rafael, fjala e fundit, inshallah mos afta fjala e fundit. Unë po shtoj diçka, e falenderoj zotin Gjokaj, e nuk është rasti që zoti Gjokaj është në organizimin e këtij drejtimi, pasi ka një sër aktivitetesh, kontributesh, mbaj mend, kemi qenë antar komisionin në shumë aktivitete në Kishën Shëmpalit, edhe zoti Frani drejtonte, ka qenë kryesori, ka organizuar festivalin folklorik që nuk është bërë me, jo për fajt e këtia, por që s'është bërë me, se është vazhduar në mënyrë të përkryer. Do i vazhdoj. Festival si kur ishte, si që bëhet Gjirokasta, ndoshta edhe më mirë. Dhe kam besim ke zoti Fran, që nga pikpamja artistike do t'jetë i përkryer, dhe në ana ekonomike këto shpenzimet e biletave, unë nuk e dinja, më dukeshin shumë, por kur shkuam që bëm këto, që pam vetë gjërat, pas kam ngelu mbrapa të paktën 5 vjetë. Çmimet janë rritur. Çmimet janë rritur. Janë rritur shepër. Dhe mendoj se nuk është në një çmim bileta, që sigurisht falenderim është, dhe unë do ta them edhe do shtoje diçka për këtë punë, por edhe po të ketë dikush donacione që të ndihmojë televizionin, ne do të jemi ata persona që kemi qenë 25 vjet, do të jemi edhe 25 vjet të tjera, pra do të jemi shumë korrekt me komunitetin, nuk do të jemi problematik, por do të jemi dashuri, do të jemi mirëkuptim, do të jemi shërbëtor si gjithmonë siç kemi qenë. Pra, nga i pari unë, ne jemi shërbëtor të këtij komuniteti, nuk jemi udhëheqësa, përkundrazi ne ndihmojmë udhëheqësat, përkundrazi ne ndihmojmë njerëzit që janë lider. Neve promovojmë vlerat komunitare. Asgjë nuk kemi ne. Edhe unë jam shumë i kënaqur që të vdes shërbëtor i komunitetit. S'ka më mirë me të vdes shërbëtor. Është gjë më e mirë që mund të kem unë, edhe do të kisha dëshirë që këtë titull të ma jepin si shërbëtor, po jo domosdoshmë si drejtues, jo si ndonjë njeri i madh. Do të thosha një diçka. Unë kam merakun tek shikuesit. Ata na kanë mbajtur gjallë Rafael e ti Fran deri tani. Na kanë mbajtur puna jonë, e familjes, e stafit, ndihma juaj. Po s'të pan bëj çfarë duash ti. Por shikuesit janë, ndaj i kërkova mirëkuptim zotit Fran me stafin që janë drejtim të këtij organizimi, që ne ta vëmë në
televizion për 2 javë ta lëm këtë spotin që e mundësi informacione se marrjen e biletave. Pasi biletat shiten me rezervime, edhe me lidhjet që janë organizime shoqërore, qytetare, që janë tëra, por unë kam dëshirë që edhe një person i thjesht, që se kemi parë ndonjëherë këtu në televizion, por ajo ka parë vazhdimisht televizionin, të ketë mundësinë që ata të blejnë bileta, të marrin bileta. Edhe në qoftë se nuk kanë mundësi të paguajnë, marrin bileta, mendoj se zoti Fran po të drejtojë diku që thotë që unë kam dëshirë të marr pjesë aty, po nuk kam mundësi të paguaj. Jam i bindur 100% se zoti Fran të t'i pranoj. As nuk diskutohet, as nuk diskutohet. Thash është nata jonë, është nata e vlerave, është nata që të respektojmë një vlerë të madhe si që është televizori. Edhe njëherë unë do i falenderoj gjithë artistët që kanë përgjigjur me pozitivitet për të na argëtuar atë natë të gjithë së bashku. Do falenderoj shumë regjizoren shumë të talentuar, Brikena Hoxhalli, që vërtet po punon me përkushtimin më të lartë për të sjellë surprizat e natës. Dhe njëherë thirrje vllazërore, ejani të kremtojmë së bashku në 25 vjetorin e televizorit të shqiptarëve të Amerikës, të kësaj media aq të balancuar, aq atdhetare dhe kombëtare, e ruajtur me fanatizmin më të madh nga zoti Vila, me familjen dhe me stafin e tij, me atë ndershmërinë më të madhe të vlerave të atë dheut, të kombit ton të dashur dhe të flamurit Kuqezi. E janë së bashku. Nuk kam çka them më tepër, në fjalën tuaj zoti Fran, ne ju mirëpresim. Ju mirëpresim pikërisht më 1 nëntor në Imperial House. E gjera tere, na kontaktoni.